Ai që më tërheq më shumë tani, Şengün. Kam bindje se është pasar si Nikola Jokic. Nuk e besoj. Është i mirë, por nuk e besoj që është në atë nivel. Atëre, Şengün? Jo, është shumë larg. Jo, më besoj shumë larg. Okej. Jokic ka aftësi pasuese që nuk i kanë, domethënë është ekstrem. Po Vlade Divas kujton, ai të njëjtën gjë kujton dhe ky me fjalë. Mendoj 7 lëvizje, duke sikur po bëjnë shah. Nuk luajm basket. Vërtet është po. Unë e di ku do jesh ti, si do presim mbrojtësi, si pret ai kush e ka gjujtin, si do Kam përshtypjen që kur e shikoj Denver Nuggets si luajnë, kam përshtypjen që ajo si thua ai fjalimi që mban Jokic në locker room para se të dalin është që u thotë aty lojtarëve që kushdo që është në parket të jetë gjithmonë i fokusuar se mund të vi topi edhe kush e pret. Se nuk ka mundësi ndryshe domethënë. I përgatitur. S'mund të pasosh topin ti kështu dhe ai tjetri domethënë ta pres me pasu. Po ti je njëri normal të vëlla, unë as pas fare ku çata janë gjithë kohën. Skema ishte kështu, po.